Atëherë sot, në emër të deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, siç kemi paralajmëruar ditë më parë, kemi dorëzuar 17 kallëzime penale kundër ish kryeministrit, në fakt, zotit Albin Kurti dhe ish ministrave të kabinetit të tij, duke përfshirë këtu edhe një ish zëvendësministre. Të gjithë këta të zgjedhur deputet dhe të certifikuar sipas rezultatit zgjedhor nga Komisioni Qendror Zgjedhor me datën 27 mars. Ne konsiderojmë dhe besojmë që nga data 27 mars, këta janë në kundërshtim me nenin 26 të ligjit për qeverinë, ligj ky i hartuar dhe i miratuar nga votat e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje në mandatin e kaluar, pikërisht në vitin 2022. Duke qenë se prej datës e certifikimit, edhe sot vazhdojnë të qëndrojnë në zyrat e ministrive, duke shfrytzuar resurset, duke marrë vendimet të cilat kanë pasoja financiare dhe pasoja të tjera dhe duke shfrytzuar resurset e institucioneve të Republikës e Kosovës, këta deputet kanë konsumuar vepër penale e sankcionuar kjo në nenin 414 të kodit të procedurës penale.